Duke parë prirjen e votave të 11 majit, Partia Socialiste po shkon drejt një fuqie të jashtëzakonshme. Pas 28 vitesh, ajo do të ketë një kontroll të plot të pushtetit legjislativ, duke siguruar kështu një shumicë të konsiderueshme mandatesh. 4 herë ka ndodhur në të shkuarën që një parti të ketë më shumë se 80 mandate në kuvend. Në vitin 1991, kur Partia Socialiste ishte ende në emërtimin e PPSH-s, fitoi 169 mandate nga 250 në total që kishte kuvendi asaj kohe. Rasti i dytë i përket vitit 1992, kur Partia Demokratike fitoi bindshëm me 92 mandate. Së treti në zgjedhjet e vitit 1996, ku Partia Demokratike nga 140 ulse në total në kuvend arriti që të marrë 122. Mirëpo, këto zgjedhje u bojkotua nga Partia Socialiste. Dhe së katërti në zgjedhjet e vitit 1997, ku Partia Socialiste arriti që të merrte 101 mandate nga 155 në total, ndërsa vendi vinte pas krizës së skemave piramidale. Këto zgjedhje Partia Socialiste është shumë pranë 3/5 të mandateve në kuvendin e Shqipërisë, pra 84 nga 140 në total. Por edhe nëse nuk e arrin këtë numër, gjasat janë që ta gëzojë shumicën e cilësuar përmes aleatit të saj të pashpallur, Partinë Socialdemokrate të Tom Doshit. Partia Socialdemokrate po shkon drejt konfirmimit të 3 mandateve, me të cilat në legjislaturën e shkuar votoi vazhdimisht pro qeverisë në kuvend. Mirëpo, çfarë do të thotë një fuqi e tillë për demokracinë? Me 3/5 e mandateve në kuvend, një parti apo një koalicion mund të ndryshojë ligje kyçe pa pasur nevojë për kompromis me opozitën. 3/5 e votave nevojiten edhe për të përzgjedhur antarët e gjykatës kushtetuese, avokatin e popullit, kontrollin e lartë të shtetit, prokurorin e përgjithshëm, këshillin e lartë gjyqësor si dhe inspektoriatin e lartë të drejtësisë. Pra, një parti me 3/5 e mandateve kontrollon balancat në sistemin e drejtësisë. Duke parë arrestimet e fundit nga SPAK si dhe narrativën e kryeministrit Rama për të ndërhyrë në reformën në drejtësi, me kaq mandate, kjo ndërhyrje është mos e realizueshme. Një qeveri me më shumë se 80 mandate ka më të lehtë për ta anashkaluar llogaridhënien parlamentare, për të anashkaluar presidentin, si dhe për të gjetur kompromis në arritjen e 93 votave për të ndryshuar edhe kushtetutën. Në mungesë të balancave dhe të kontrollit opozitar, një fuqi e tillë mund të çojë në centralizim të pushtetit, në kapje të institucioneve dhe në dobësim të demokracisë.